Përshëndetje nga sofra shqiptare. Kam sjellë recetën e pitës, e cila përgatitet vetëm se me 4 kuleç, shumë e shijshme, e thjeshtë për përgatitje, cilën e kam mbushur me spinaq, qep, njoma dhe oj. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj pite, shumë thjesht dhe të shpejtë, e cila ndohet flet. Në fillim përgatisim brumin. Në një enë shtojna 500 gram me miell. Tek mielli shtojna një lugë gjysmë të mesme me krip dhe shtojna pak vaj, dikon rreth 2 lugë gjelle, që më letë të tërhiqen petat për të bëjmë hapjen. Dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë i bakt, masat e ujit nuk dihen fikse. Shtojmë ujë dhe e punojmë, gjërsa ta fitojmë një brum të butë. Pra më mirë është brumi të jetë i butë. Më e mirë do del pitja. Shtojmë dhe e punojmë. E punojmë dikon rreth 7-8 minuta, kështu, me dorë. Uji zguzon të jetë i nxehtë, por i bakët. Kam punu brumin, kam fitu një brum të butë, e vërejni dhe vet. Tash i hedhim pak vaj, kështu, dhe vajin e përhapim nga gjitha anët, që më letë të largohet pasi pushoje brumi nga ena, mos ngjitet për ene. E mbulojna kështu dhe lajmë që brumi të pushojë për 40 minuta. Derisa brumi i pitës të pushojë, ne përgatisim mbushjen. Këtu kam 600 gram me spinaq, cilin e kam larë, e kam pastruar dhe e kam coptu në copsa të vogla. Ja shtoj 2 tuba me qep njoma, cilat i kam coptu në copsa shumë të njëjta. Shtoj kështu. 2 vezë të plota, një lugë të mesme me krip, 400 gram me oj kosi. Unë jam duke përdorur oj kosi të ëmbël, mund t'i shtoni edhe të thartë, varet. Dhe masën tash vetëm se do e përzi mirë, kështu. Mund t'a bëni dhe me dorë që ose doni, po dhe me lugë do ju kry punë, vetëm se e përzi mirë. Kam përzijen mirë dhe harxhi i pitës është gati. Brumi i pitës ka pushu, tash e largojna kështu nga ena, kalojmë tavolinë pune, hedhim mirë tek tavolina e punës, kalojmë brumin dhe ndoj në 4 pjesë, pasi kjo pite përgatitet vetëm se me 4 kuleç, se cilës pjesë mundohem të jap masimin njëjtë. Dhe filloj që t'ju japim formën e kuleçve, kështu, duke i rrokollisur tek mielli. Ndohem që jap formën e lëmuar. Në mënyrën e njëjtë veproj dhe me pjesët tjera të brumit. Ju kam dhënën formën kuleçve, tash marr kuloçin e parë, hedhi miell kështu dhe filloj që të bëj hapi. E hapi në masinë e një pjate të madhe. Kështu, në anë shkopit. Ndohem që jap trashësinë e njëjtë gjatë hapjes nga gjitha anët, edhe pak dhe nuk do ketë nevojë. Besoj se është mjaftueshëm hapja. Tash e lanë në njërin skaj tavolinës punës.
Në mënyrën e njëjtë vazhdoj me hapjen e kuleçëve të tjerë. Kështu mund të shkopit duke hedhur mirë. Kemi bërë hapjen e të 4 kuleçëve, tash të secili kuleç hedhi vaj, gjallë, çfarë do lloj ndyre heni, unë do shtoj kështu vaj, tash është vera, ma të lehta të bëhen pitet, me vaj kështu bëhen ma të lehta dhe përhapim vajin kështu në sipërfaqen e secilës pete. Përhapim vonë të dorës apo vonë të një brushe, varet se si punoni. Përhapim mirë. Kam përhapur, tash marr dhe i vendosi njërën mbi tjetrën, të 4 petat, kështu. Mund të gishtave, majve të gishtave bashkoj qoshët e secilës, shkoha nxehtë dhe shumë shpejt shkon brumi, s'ka nevojë shumë të lihet dy fyshohet. Kështu të gjitha i rendisim njërën mbi tjetrën. Morim dhe pjesën e 4. Kjo pitet zakonisht përgatitet shumë shpejt me 4 kuleç, sidomos gjithë motrat fillestare që janë në kuzhinë ja vlen me provu këtë recetë, se shumë shpejt e përgatit një pitën. Tash munduhem që gjithë pjesëve të brumit të renditura njërën mbi tjetrën, që aja formën e një drejtkonçi, kështu, dhe i bashkoj qoshët gjatë tërheqjes së brumit. Duke tërhequr, bashkoj qoshët dhe ja formën e drejtkonçit. Mjaftueshëm besoj se është. Tash marr dhe ndoj kështu në 4 pjesë të barabarta. Pra, si që vërini, përgatitja shumë e lehtë. Pra, kështu me majët gishtave, përsëri këto qoshët e ndara i bashkoj që mos ndahen njëra me tjetrën. Tash përsëri hedhi vaj apo yndyrë tek njëra dhe vendosi pjesën tjetër. Vëreni dhe vetë se me 4 kuleç përgatisim 5 në katmer. Bashkojmë dhe formojmë njërën nga peta. Tash jam duke formuar pjesën e parë apo petën e parë. Bashkoj qoshët dhe tërheqi brumin në formë të drejtkonçit. Zakonisht kur ta përgatitni këtë pite, është shumë mirë që ta përgatitni në tepsinë e shporetit elektrik. Shumë e përshtatshme do jetë. Duke tërheq brumin, duke ja dhënë formën e drejtkonçit. Tash dhe petën e dytë hedhi vaj. Përhapi dhe vendosi pjesën tjetër. Kështu me majët gishtave bëj bashkimi që të bëhet gjitja e gjithë pjesëve të brumit paralel. Vendosim në njërin skaj tavolinës së punës petën e dytë, hedhim vetëm pak mirë dhe vendosim. Tash petën e parë e vendosim në tepsinë. Tepsinën e kam lyer me gjallë të ngrirë, asesi zguzon që tepsinja të jetë e lyer me vaj apo gjallë të shkrirë. Tërhiqim qoshët e petës së parë nga qoshët e tepsinës apo rrothët e tepsinës, si ti themi.
Dhe kështu ngjitet shumë lehtë pasi është me gjarë të ngrirë. Tërheqim kështu që t'ja formojmë rrethin, që gjatë pjekjes mos del mbushja jashtë. Gjithmonë do veprojmë në mënyrën e njëjtë. Kam tërhequr gjitha nëzorët, tash e kaloj mbushjen. Mbushjen mundohem ta përhapi mirë në gjithë sipërfaqen, në trashësi të njëjtë. Me pitet vërore nuk ndrohet asnjë pite tjetër, sepse janë të lehta dhe janë shumë të shëndetshme. Kurse gjatë gjithë dimrit, kur i konsumojmë pitet janë pak më të rënda, dhe gjatë dimrit i përgatisim në gjërat cilat i kemi ruajtur nga stina e verës ose me mish, janë pak më të rënda, kurse këto janë të freskëta. Gjithë ushqimin që hajni gjatë gjithë verës është pa ngrirje, është më i shëndetshëm dhe më i shishëm vjen. Shtojna vaj, kështu mbi sipërfaqen e harxhit, mjaftueshëm, dhe marrim pjesën tjetër, e tërheqim pak me duar dhe e vendosim mbi harç. Tash përsëri bëjmë tërheqjen duke i bashkuar qoshët e petës së parë me qoshët e petës së dytë. Kështu shtypim brumin nga gjithë nëzorët, bëhet ngjitja mirë. Tash marrim një lugë të vogël dhe fillojmë që t'ja bëjmë rrethin pitës. Kështu më mirë me lugë është, i bëhet me i hollë rrethi. Kam kthyer rrethin, sipër i shtoj vaj. Kam nxjerr furrën në 220 gradë dhe pitën do e pjeki në furrë të parangruhur rreth 25 minuta në të njëjtën temperaturë, domethënë në temperaturë 220 gradë. Kam larguar nga furra pitën, shpjekur shumë mirë, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Marrim një thikë dhe shprishim pjesën e sipërme, e mrejni dhe vet, dohet flet dhe pse kena përgatitur me 4 kulet, dohet flet. Dhe pjesa e poshtme shpjekur shumë mirë. Tash marrim dhe spërkasim me ujë që të zbutet. Më mirë është që ta spërkasim kështu me ujë. Dhe pak dhe do jetë mjaftueshëm. Tash e lojna që të ftohet dhe është gati për konsumim. Është ftohur pitja, ta ndajmë një pjesë dhe ta shohim se si ka dalë. Ka dalë mirë. Ja si duket pitja, ja mbrencia, vërtet ka dalë shumë e mirë. Gjithë ju motra që përgatisnin këtë mënyrë pite me 4 kulet që ju bëvë mirë. Ju lutem këtë video të ndani tek miqët dhe dashamirët tuaj, me mbeqin nga sofra shqiptare dhe në recetën e radhës.